Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Do bëjmë një mesazh për ju, për në fakt 2, nga që janë të shpejta, nga ato leximet javore, që të keni kohë të shikoni, një mesazh nga Oracle për sot dhe një tarot për nesër. Do thotë sot dhe nesër ke një mesazh. Huti është magjia vetë, është urtësia, është dituria, është. Ka ardhur koha të shohësh, të dashur Virgjëreshe, gjërat siç janë, jo si do doje të ishin. Ndonjëherë kaplohemi në iluzione dhe nuk duam të shikojmë realitetin. Huti thot, mos e injoro më atë që di thellë brenda vetes. E ndjen kur diçka nuk është e sinqert, e kupton kur diçka ka mbaruar, mos e moho të vërtetën, vetëm që të mos prishësh paqen, sepse mungesa e vërtetës është ajo që të raskapit më shumë. 6 e shpatës tregon një udhtim larg nga diçka e dhimbshme, një rrugtim që duke lënë gjithë razirat dhe duke kaluar apo ka përcyer në ujëra më të qeta. Një udhtim larg nga diçka e dhimbshme, por e nevojshme. Mund të mos jetë një ndryshim i madh fizik, por emocionalisht duhet të largohesh nga një mendim, marrëdhënie apo situatë që të mban poshtë dhe nuk po ecën dot. Emocionalisht, fizikisht, varet nga situata që gjendeni. Dhe pse nuk është e lehtë, është e domosdoshme për qetësinë e juaj. Çfarë duhet të bëni, të dashur Virgjëresh? Duhet të pranojmë të vërtetën që ndoshta e kemi shmangur deri sot. Me një vendim të qartë, dua qetësi dhe jo dram. Hiq dorë nga e kaluara që po e mban gjallë vetëm me shpresë, jo me fakte. Asgjë s'ka më nga e kaluara. Lëviz drejt njerëzve dhe situatave që të japin siguri dhe qartësi, absolutisht, dhe respekt. E vërteta ndonjëherë dhëm, për gënjeshtra të hapur mbrëmda, të dashur Virgjëresh. Më mirë të ikësh nga një vend që të shkatron sesa të rish për hir të kujtimeve. Nuk jeni të detyruar të qëndroni aty kur s'ka më rritje, kur s'ju jep gjë, kur qëndroni në një vend numro gjithkohës. Qetësia fillon kur nuk e mohon më atë që ke ditur gjithmonë, të dashur Virgjëresh.